Ishte nisur për të punuar tokën dhe humbet kontrollin e mjetit bujqësor. Egzon Begaj, 64 vjeç, banor i Kolonjës, ka përfunduar në spitalin e Lushnjës, i dëmtuar teksa mjeti bujqësor, tip zetor, është përmbysur në një tatpjet. 64 vjeçari është transportuar menjëherë me urgjencë në spitalin e Lushnjës për shkak të plagëve të marra. Policia ka mbërritur në vend ngjarje për të dokumentuar ngjarjen dhe për të hedhur dritë mbi shkaqet që çuan në këtë aksident, që përpak sa nuk i mori jetën drejtuesi të mjetit bujqësor. Sipas të dhënave të para, shkak për humbjen e kontrollit mbi mjet ka qenë lagështia dhe balta në rrugën ku po shkonte për të punuar. Në të shkuarën, shumë raste të tilla kanë ndodhur, kryesisht në zonat kodrinore të Lushnjës, ngjarje që për fat të keq kanë marrë edhe jetën e drejtuesve të mjeteve bujqësore. Del një detyrë të cilën nuk e kanë kryer siç duhet instancat përkatëse, pra pushteti vendor. Rrugët kryesore, të cilat kalojnë nëpër kodra apo terrene të vështira, duhet të jenë jo vetëm të pastruara, por edhe të gryera, për të mos patur shumë pengesë apo dhe mbushje me çakull për të mos rrëshqitur mjetet bujqësore. Ky është realiteti dhe duhet shumë angazhim nga pushteti vendor, sepse jo vetëm shmangen raste të tilla, por edhe lehtësohet puna e fermerëve në tokat e tyre.